kujdesi ose rëndësia që jepim një shëndetit tjetë para se me në adhon sinjale. Po. Sepse ajo është kryesorja. Të them drejtin pak i kushtojmë rëndësi. Mendimi im. Po. Sepse shofim jetën e përditshme në klinik. Dhe me thonë, dhe ne ndoshta edhe ashtu jemi si shoqëri, që pa ndodhë këto sinjalet, pa ndodhë këto shenjat e këqija, mos them, s'para kujdesim dhe s'para i kushtojmë rëndësit madhe, s'para qitim as të mjeku për Nuk jemi të vetëdijshëm, apo thjesht nuk kemi kohë? Besoj që kohë kemi sot dush. Besoj që ma tepër është si temi të mënyra si ne e perceptojmë çdo gjë rreth nesh çka ndodh. Dhe kjo flasim për gjithë shoqërinë, jo vetëm për pjesën e mjekësisë, për çka do që marrim ne në jetën e përditshme, e marrim ajo me shaka themi, shpesher ne themi e ke pa dhe për punët, kur i them punën e sotit mos e kry nesër, por lere për pas nesër. Do me thonë, ne kemi atë tendencën që po më duket nuk na bëhet vën për asgjë. Po. Punën e sotit mos e le për nesër, ne e lajmë pas një vjetë. Se krymë fare. Edhe kjo, do me thonë, ne e dim që mirë është kujdesemi, që të kemi një jetë shëndetshme, të miremi me të gjitha ato gjërat pozitive që mund t'i kemi të gjithë. Por, paka shumë i janë shkallojmë, kujdesi pastaj, normal që të këqijat pastaj vinë. Por nga njerë fatkesisht edhe kur të vinë këto të këqijat nuk kërkojmë një trajtimin, ose nuk kërkojmë ndërhyrjen, ose ndihmen e dikujt, një profesionistin, një kolegu, një çfarë do të qofshin ato, jo vetëm nga aspekti shëndetësor, por nga aspekti edhe jetës së përditshme. Po shpresoj që ndoshta kjo ndryshon, ose nëse ka hapa të vogël të ndryshimit, të kësaj qasje, por që momentin aktual besoj që ende kemi kohë edhe kemi punë shumë për bërë, që t'jemi pak më vetëdijshëm. Pak më aktiv, më të vetëdijshëm. Sherife, personalisht, ti sa i kushton rëndësi shëndetit tënd, apo e lën të fundit, sepse dim që je nën, bashkëshorte gjithashtu, edhe zakonisht na femna dim me i lon në fund fare vetën. Sidomos na femna duhem me kanë perfekte në secilin fush. Duhem me qenë nënë perfekte. Po kjo nuk është fush, kjo është vetvetja. Duhem me qenë një nënë perfekte, duhem me qenë në punë perfekte, duhem me qenë me shoqëni, me familje, mundohemi me i mrinë nështë krejt, e në fund vetën, pak një qike lojnë pak pas dore, po e mira është që unë tash nështë dhe kanë kalu disa vite, po seriozisht kanë fillu me i thonë jo diçkajës, edhe kam fillu me trajtu vetën si një person që e du mas shumëti. Tash në këtë rast, nëse fëmin tam e du mas shumëti, kohën e fundit, jo, bona shumë e sinqerë që nuk e kom pas këtë mindset nështë ta para 20 vitesh,